Shkolla fillore Mejde Gjaferi në fshatin Mirosal të Ferizajt ka përfituar një donacion në vlerë prej $5.000 nga një nxënës me 9 shtetësi të Amerikës, babai të cilit gjatë vitit 2014 kishte qenë ushtar në Kosovë. Allen Ray Jones tha se Kosovën e ka njohur përmes babait të tij, andaj ka vendosur që të mbajë një koncert në Amerikë dhe të grumbulloj mjete financiare për të ndihmuar këtë shkollë. Baba im ka qenë në Kosovë në vitin 2014 dhe nga ai e kam njohur Kosovën dhe këtë shkollë. Tani jam i lumtur që jam këtu dhe jam shumë impresionuar me këtë vend këtu dhe me këtë shkollë, e cila dallon nga shkollat tona në Amerikë. Unë atje kam organizuar një koncert, u kam treguar fëmijëve për këtë shkollë dhe ata kanë kontribuar me para që të investojmë këtu. Që ky nxënës amerikan të investojë në këtë shkollë, u ftuan nga 2 nxënëse të komunës së Ferizajt, të cilat më parë kishin mësuar gjuhën angleze nga babai i tij. Me Allenin kemi qenë kontakt që para 2 viteve, sepse prindi i tij, Alleni tjetër, ai ka dëru kohën e tina duke na mësuar neve anglisht, ka qenë si lloj kurse, e pra tjetër Alleni ka qenë shumë interesuar me kriju një projekt tillë, edhe tash mas 2 viteve ky projekt u kry edhe gjithçka u realizu shumë mirë. Ndërsa drejtori i shkollës Mejde Gjaferi në Mirosal Naim Bytyqi tha se ky donacion ka qenë shumë i nevojshëm për këtë institucion arsimor. Na ka ardhur një donacion në shkollën tonë në vlerë dikun $5.000 deri në $6.000. Do të thotë, në atë donacion janë përfshirë 4 kompjuter, mandej i kemi 3 laptopa, 1 printer, 1 projektor, 20 bonka, 50 karrige, topa për nxënës dhe lyrën e brendshme të shkollës që e ka bënë ditën e djeshme kanë punu punëtorë të ambasadës amerikane, kurse ditën e sodit kanë punuar punëtorët e këforit amerikanë. Ja ka ble, do të thotë kemi pas mungesë edhe të gjitha këtyne mjetëve, po edhe lyrën e kemi pas. Kontributi Allenit u çmua lart edhe nga përfaqësues të kampit Bondstill, të cilët ndan mirënjohje për të. Është një lidhje shumë e veçantë mes njerëzve këtu dhe në Amerikë. Unë kam një dhuratë për Allenin, sepse është duke krijuar një lidhje edhe më të madhe në mes të këtyre 2 vendeve. Duke falendëruar Allenin dhe fal punës së tij të mrekullueshme, komuniteti amerikan dhe ai shqiptar po janë gjithmonë më afër njëri tjetrit. Në këtë organizim i pranishëm ishte edhe kryetari i Ferizajt, i cili u shpreh mirënjohës për kontributin e këtij nxënësi. Unë jam shumë i lumtur që edhe ne si qytetarë do të mundohemi të kontribuojmë që do të kultivohen kujtime gjithnjë më të mira për gjithë ata që shërbejnë këtu, jo vetëm si element i sigurisë këtu dhe faktor përcaktues i stabilitetit, por edhe i krijimit të lidhjeve tona të cilat do të kultivohen për të treguar që ne kemi një partneritet shumë të fuqishëm edhe të përhershëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si miq më të mirë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Allen gjatë këtij organizimi mbajti edhe një quiz me nxënësit e shkollës fillore Mejde Gjaferi, ndërsa këta të fundit përndër të tij kishin organizuar një program kulturo-artistik.